flasim për këto ndryshime që po i konsideron gjykata e lartë, një nismë e kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Thadushi, por vetëm kaq çështja e paraburgimit, çështja e masës së arrestit në Burg është kthyer në një temë sa juridike, aq edhe politike gjatë viteve të fundit. Me mua në studio për të diskutuar është avokati Altin Kaziaj. Mirëserë zoti Kaziaj, kënaqësi të jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Shqipëria rezulton me rreth 57% të burgosurve në paraburgim. Çfarë tregon kjo për mënyrën se si përdoret masa e arrestit në Burg në Shqipëri, në praktikë? Në praktikë është shumë e lartë. Numrin e popullsisë që kemi ne. Jo vetëm e numrin e popullsisë, po dhe me ato që janë praktikat më të mira ose themi statistikat e vendeve të rajonit ose të vetë Bashkimit Evropian ku ne po tentojmë ta aderojmë. Shifra është shumë e lartë dhe caktimi masës sigurimit personal, arrest në Burg, në drejtsinë shqiptare është pak shumë e lehtë në dhënien e saj. Dhe ndërhyrja që është bërë të paktën nga dje që ka ardhur informacioni nga ana e gjykatës lartë që do bëhet një ndërhyrje e tillë për të rikualifikuar atë që është parashikimi i ligjvënësit kryesisht në enet 200 në 28, 29 dhe 30 në kodit të procedurës penale, është e mirë pritur në kuadrin edhe të mbipopullimit që është momentalisht dhe vuan penitenciari shqiptar, po dhe në kuadrin e parafrimit të legjislacionit dhe praktikave më të mira në MBN. Thash, gjyqtarët shpeshherë përdorin masën ose prokurorët që çojnë kërkesën pranë gjykatës e përdorin masën dhe për vepra të lehta dhe shumë të lehta. Përse është kthyer në masën më të përdorur nga gjykata shqiptare arresti në Burg? Për shkak se nuk kanë shpeshherë siguri që i njëjti person i lënë në një masë më të lehtë, nuk do të bëjë të njëjtën vepër ose një vepër më të rëndë, pak të ligji këtë pranë. Ose një njëjti person nuk do largohet dhe nuk do vjet më në dispozicion të drejtësisë, ose një njëjti person nuk do ndikojë mbi provat ose të helmojë ato ose mbi dëshmitarët që mund të kenë dieni mbi një çështje të caktuar. Edhe kjo ka qenë ajo qëndrimi mbajtur deri në këtë moment, themi deri diku abuzues i prokurorisë fillimisht, po dhe i gjykatës si filtr. Problemi qëndron tek ligji apo mënyra se si zbatohet nga prokuroria dhe nga gjykatat? Të dyja. Është një evazivitet total, të themi, parashikimi i ligjvënësit. Për ashtu si është parashikuar, po dhe abuzimi që bëhet, që është deri diku, të themi, subjektiv i prokurorit dhe gjykatës. Mbrojtja ka një rol minimalist, të themi, në atë që është garantimi i të drejtave të një qytetari që shkon përpara një gjykate kundrejt të cilit kërkohet arresti në Burg. Mbrojtja mund të dërgojë dokumentacion justifikues që masa e kërkuar nuk është e përshtatshme me nevojat e sigurimit për këtë qytetar, për shumë arsye, që mund të jenë arsye të karakterit familjar, shëndetësor, dhe arsye në vetvete të veprës penale ose të dyshimit të arsyeshëm kundrejt të cilit prokurorët abuzojnë shpesh duke çuar përpara një mase me kërkesë ekstreme siç është masa e arrestit në Burg. Që ligjvënësi thotë që duhet përdorur dhe duhet vënë vetëm në të themi në rastet më ekstreme kur nuk asnjë masë tjetër nuk është e përshtatshme me nevojat e sigurimit. Në praktikën tuaj, zoti Kazia, sa janë këto rastet që nuk ka qenë e nevojshme kurse si për një arrest në Burg dhe është vendosur nga prokurori? Është kërkuar se vendos gjykata. Praktika tregon, jo vetëm praktika ime, por praktika në përgjithësi e kolegëve të mi ose vetë gjykatave që ne në përditshmëri jemi pjesë më të madhe të ditës jemi në gjykatë se sa në shtëpinë tonë, tregon që rastet janë alarmante. Në përqindje të saktë nuk di t'ua them, por rastet janë alarmante. Tani nuk mund të merren në veprat penale që kanë të bëjnë për shembull me drejtimin e automjetit në mënyrë pa rregull dhe të merret të arrestohet të çohet në Burg. Burgu në vetvete duhet të ketë dhe karakterin human dhe riedukues në vetvete. Penitenciarët shqiptar nuk kanë kapacitetet për riedukimin e një personi. Ai person që shkon prapa hekurave me shumë probabilitet kur del prej del më nëse është kriminal del më kriminal se ç'duhet. Nëse nuk ka qenë kriminal dhe është futur atje, fillon në tentativat e para, në hapat e para të krimit. Kështu që treguesit janë të tillë që nëse një person do hiqet liria, që është një drejt kushtetuese, do çohet përpara, të themi, do çohet për një kohë caktuar në një penitenciar, do duhet t'i jepet gjithë suporti psikologjik i nevojshëm, social i nevojshëm për t'i garantuar të drejtat e tjera. Mirëheqja e lirisë nuk ja garantuan për shkak se bëri një shkelje të një ligji penal, të një penal të ligjit material penal shqiptar. Po të paktën duhet garantuar riedukimi i këtij personi për ta rifutur në shoqëri atë person. Kjo gjë nuk ndodh. Nuk ndodh. Kjo gjë
nuk e ka vletur as kjo mas siguria rreth në burg. Nuk arrihet qëllimi i përshtatshëm, thjesht arrihet qëllimi ndëshkues për shkak të gabimit në thonjza ose krimit të kryer. Nëse ndodh ky ndryshim, a do detyroj kjo gjykatat që të japin një, le të themi, të jenë më të arsyetuara në vendimet e tyre? Po të paktën drafti paraprak që të paktën që ka dalë nëpër media është pozitiv në këndvështrimin tim, për shkak se arrin qëllimin në vetvete që të rigiditetit ose të ngurtësisë së normës, që nuk lë evazivitet te prokurori ose gjyqtari për të dhënë masën ekstreme. Po duhet të përmbushë disa kushte përpara se të shkojë atje. Dhe arrin dhe qëllimin e dytë që është ai i disa vendimeve të njëpasnjëshme të dhënë kundra Shqipërisë, pranë Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, të cilat kanë si hysa gëllçe keni fjalën, ëh? Eksakt, janë dhe 2-3 eksakt, më mediatikët, po janë dhe disa raste tjera që shprehet Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut për shkeljet në 6 dhe në tjera të parashikuara që cënojnë liritë dhe drejtat personale dhe individuale kushtetuese të individit. Kështu që me këtë përqindje që kemi ne sot, që arrin deri në 57%, sa larg jemi ne nga konventa europiane dhe nga praktika, mënyra se si bëhet drejtësia, po si jepen masat e sigurisë në Europë? Sinqerisht jemi pak shumë larg. Pak shumë larg për shkak se këtë praktikë kemi mbajtur dhe kanë mbajtur gjykatat. Tha shpeshherë prokurori për ta hequr nga vetja, domethënë dikë nuk i intereson fare që ai dikush i po shkon prapa hekurave. Po thjesht thotë më mirë ta heq se si dihet çfarë ndodh me të, si dihet se çfarë bën ai, dhe nesër pas nesër më thon mua më kërkojnë përgjegjësi mua se për çfarë ti nuk e aplikuar masën më ekstreme ose nuk e kërkuar që të aplikohet masa më ekstreme. Po kjo nuk është objektivitet që të luash me jetën dhe të drejtat të kushtetuese të tjetrit. E bën dhe më të vështirë për ju punën, për të bërë mbrojtjen? Për një rast të thjeshtë që nuk meriton arrest në burg, prokurori kërkon këtë masë. Se shpeshherë hyet edhe në konflikt personal me klientin. Klienti nuk kupton që ti po bën një mbrojtje efektive dhe është prokurori dhe gjykata ajo që marrin një rol të themi jo super partes siç duhet ta ketë gjykata. Gjykata duhet të ketë një rol super partes, por me një rol të njëanshëm totalisht, se po të shohësh sa shpesh kanë vajtur kërkesat e prokurorëve me arrest në burg, aq shpesh dhe gjykatat kanë konfirmuar dhe kanë legalizuar atë që ka qenë kërkesa e prokurorëve. Ndërkohë që gjykata aty duhet të jetë super partes, dhe në rast se çështja duhet marr rast pas rasti, dhe në rast se çështja X ka rrethana lehtësuese dhe nuk përmbush kushtet për caktimin e kësaj mase sigurimi, atëherë gjyqtari nuk duhet ta japë. Nëse kjo praktikë nuk ndryshon, rrezikon që të dënohemi shpesh në Strasburg? Po kjo do ishte me pakta, ndërkohë që Strasburgun, dënimet e Strasburgun i paguajmë të gjithë bashkë ne kundrejt të themi një aplikueshmërie të gabuar nga ana e gjyqësorit. Kurse heqjen e lirisë të një personi e paguan vetëm ai me ditët e jetës së vet. Pavarësisht se mund të konstatohet një dhënie ose të themi një dëmshpërblim post burgim, nëse personi është i pafajshëm, po askush nuk mund të kthejë ditët e jetës që ti kalon atje, dhe çdo shpërblim financiar nuk mundet në asnjë rast të dëmshpërblej, të themi atë që dikush kalon në një penitenciar. Mirë, në rast se prokurori jep një masë arrest me burg, ndoshta për ta hequr nga vetja, ndoshta që nesër pas nesër të mos i kërkohet llogari se përse këtë person të rrezikshëm e ke lënë jashtë. Po gjykata, zoti Kazia, a bën një arsyetim të detajuar për rrezikshmërinë e këtij personi, apo në përgjithësi e merr të mirëqen kërkesën e prokurorit? Shpeshherë thash që në përgjithësi e merr të mirëqen. Shpeshherë gjykata, pavarësisht se i detyron ligji që të bëjë një arsyetim se e ka marrë të mirëqen dhe ka konfirmuar kërkesën e prokurorit, apo nuk e ka marrë të mirëqen dhe ka vijuar me një kërkesë tjetër më të lehtë. Dhe fakti është që shpeshherë gjykata e arsyeton në mënyrë shablon atë që është vendimi i arsyetuar, duke justifikuar të themi kushtet e caktimit të kësaj mase me ato që janë rrethonat e përgjithshme të përcaktuara në 228-229. Ka të bëjë kjo me individi që kanë përballë, për persona të rëndësishëm?
për persona VIP, biznesmen e tjera. Gjykata shpeshherë duhet i përmbajë dhe atyre që janë parashikime ligjvënësit që parashikojnë rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese. Jo shpeshherë këto rrethana merren në konsiderat, të themi, objektivisht nga gjykata. Normale që merren në konsiderat, por të thotë gjykata ky është mendimi im dhe unë vendos në emër të Republikës. Sipas mbrojtjes mund të jenë të ndryshe, sipas gjykatës nuk mund të përmbushin kushtet e lehtësimit ose e rëndimit të një mase shpeshherë. Dhe kjo është arsye që gjykatat japin më rrallë masat të tjera më lehtësuese, arrest në shtëpi, garanci pasyrore, detyrim paraqitje. Kjo është arsyeja që gjykatat shpeshherë nuk japin masa të themi të përshtatshme me nevojat e sigurimit ose dhe vetë të veprës penale që konsumohet nga personi në hetim, se jemi në fazat paraprake të një hetimi. Në atë rast gjyqtari vetëm shikon masat e sigurimit, në çfarë mase ky person do duhet të hetohet dhe të dërgohet përpara drejtësisë ose të pushohet çështja nëse s'do gjenden element të veprës penale ose të faktit për kundrejt cilit ai akuzohet në atë moment. Pra, është një fillim, të themi, kushtëzues nëpërmjet ligjit që gjykata cakton një masë, por kjo s'do të thotë që personi është i fajshëm apo i pafajshëm. Prezumimi i pafajësisë është derisa të shprehet një gjykatë me vendim të formës së prerë. Megjithatë, kjo ka dhe atë anën e vet negative apo të errët, sepse një person i cili mund të jetë i rrezikshëm vendoset arrest në shtëpi dhe pastaj është ajo pikpyetja përse jo një masë më të ashpër. Shiko, të thëmë drejtën, ka ndodhur në raste të izoluara, që kur një personi caktuar është dhënë një masë me lehtë, mbase nga ajo që do duhet të ishte dhënë, ai person ose i është larguar, të themi, drejtësisë, ka thyer masën e arrestit në shtëpi, ose ka shkuar dhe ka bërë një krim më të rënd ose të njëjtin, ose ka intimiduar dëshmitarë dhe prishur prova. Raste kanë qenë shumë të pakta, po ndërkohë që praktika na thotë që ka ndodhur kjo gjë. Është pak të themi vlerësimi që i bën gjykata gjithë faktorëve objektiv dhe subjektiv që dërgohen aty nëpërmjet prokurorit dhe mbrohen nëpërmjet mbrojtjes. Pra, vlerësimi që i bën gjykata është në objektivitetin dhe subjektivitetin e gjykatës. Mirë, tani çështja është në fazë propozimi. Do kohë derisa ajo të miratohet, të kemi këto ndryshimet në kodin penal, por si do të ndryshojë situata me burgje, zoti Kazia, nëse jepen dënime ose masë sigurie alternative, më të buta? Do ketë një ndryshim apo do doj kohë? Si e shihni? Unë mendoj që do jetë një, të themi, do jetë një ndryshim i cili do duhet bërë sipas një afati të gjatë. Për shkak se s'mund të ndryshohet. Të gjatë, se ne gjaj kemi të mbipopulluar burgjet. Gjaj kemi pa infrastrukturë. Gjaj kemi patjetër që do duhet të bëhet gradualisht për të mos gabuar dhe për të mos bërë ato që janë bërë deri në këtë momenti. Gjaj kemi, domethënë, shumë problematika në penitenciare dhe iniciativa e marrë nga gjykata e lartë do duhet të zhbëjë disa vendime unifikuese të kolegjeve të bashkuara të gjykatës lartë, në të cilën është ngritur praktika e deritanishme. Pra, ato vendime do duhet të rishikohen nëpërmjet një vendimi të ri për mbajtjen e një qendrimi unifikuese, si do unifikohet praktika e gjykatave. Këtu nuk po bëjmë një ligj. Të jemi të qartë në këtë gjë. Nuk është se parlamenti po vepron. Këtu po vepron gjykata e lartë nëpërmjet unifikimit të praktikës gjyqësore. Pra, nëse gjykata ka mbajtur një linjë të caktuar, gjykata më të ulta, themi, ka mbajtur një linjë të caktuar për ato që janë vlerësimi dhe dhënia e masës sigurimit personal arrest në burg deri në këtë moment për personat që janë çuar me kërkesë prokurorit për këtë masë, tani do duhet të mbajë një linjë tjetër në momentin që gjykata del me një vendim unifikues të ndryshëm nga ai që është qëndrimi i mëparshëm deri në këtë moment. Por do ndikojë kjo pastaj edhe në çështje të personave me profil të lartë që janë në hetim? Këtu, unë dhe dje isha në një tjetër media, këtu pasaj ngrihen ato hije dyshimit se a ishte ky momenti dur që gjykata e lartë të themi të merrte këtë iniciativë, pavarësisht se iniciativa... Nëse ka një prapavi politike dhe kjo, hidhet gjithmonë. Eksakt. Pavarësisht se iniciativa në vetvete është e mirë pritur edhe nga ne komuniteti i avokatëve, po fakti është që a ishte ky momenti dur, pse s'është bërë më përpara ose pse s'është bërë më pas. Ndërkohë që ju e dini fare mirë që po kalojmë disa kalvare të
përplasjeve midis pushteteve në këtë vend, ku është kërkuar dhënia autorizimit për një pushtetar të lartë dhe nuk është dhënë autorizimi nga ana e kuvendit, prokurorisë posaçme, e cila ka dashur të marrë një masë shtrënguese kundrejt një pushtetarit të lartë. Kështu që kjo e politizon, ose të paktën ngre dyshimet për një politizim të nuk e më vetëson, të themi, dhe nuk e bën si iniciativë të ardhur aty për aty në interes të themi të vetë shpopullimit të burgjeve ose interes të vetë mbrojtjes së drejtave të qytetarëve dhe të atyre që janë kërkesat e bëra nga ndërkombëtarët. Po, është momenti më i gabuar për ndërmarrjen e kësaj iniciative. Mirë, zoti Kaziaj, për sa kohë ju e ushtroni këtë profesion, masa arrestit në burg ka ardhur në rritje vit pas viti, apo ka vite që është e tillë? Shikon, nëse shtrëngimi ka ardhur gradualisht? Ne nuk mund të jemi me kujtesë të shkurtër, për shkak se kjo qeveri ka 13 vjete që qeverisë. Ju mbani mend që kryeministri i këtij vendi shpesh herë në fushata të caktuara ka dhënë mesazhe dhe ka kërkuar përgjegjësi kundrejt gjyqësorit. Ndonse është një pushtet i ndarë i cili s'mund të kërkojë përgjegjësi gjyqësorit, po i ka thënë gjyqtarët, kush vjedhër energjinë elektrike duhet i lërin burg. Kush ndërton pale duhet ta lërin burg. Kush ndërton pyet duhet i lërin burg. Kush shkel moratoriumin e gjuetisë duhet të rinë në burg. E shumë të tjerë. Tani, gjyqtarët janë qytetarë të këtij vendi para se të vendosin në emër të Republikës në momentin që janë në ushtrimin e funksionit të tyre. Dhe kanë influencë nga politika shqiptare. Mesazhet që ka dhënë kryeministri janë të gjitha transfuzuara në ato që janë shkeljet e drejtave të qytetarëve. Pra, dikush në pikë të hallit për të skuqur një vezë fëmijës së vet, se vetëm një vezë ka patur këtë dhënë, ka rilidhur dritat vet pasi janë shkëputur, ai dikush i ka qenë subjekt i masës shtrënguese. Ndërkohë që këtu në këtë vend bën 1001 zeza edhe personat jetojnë të lirë. Kjo është pabarazia e qytetarëve të këtij vendi dhe ndikimi që politika futet shpesh në pushtetet e tjera për të dhënë mesazhe dhe për të kërkuar përgjegjësi. E diçka e fundit, si është masa sot në burgje? Nëse ju keni keni takuar klientë tuaj, është realisht e mbipopulluar, është, domethënë, e shprehjnë dhe vetë të burgosurit diçka të tillë? Është e mbipopulluar, është e keq menaxhuar. Është me një trajtim të themi deri diku denigrues të burgosurve. Të burgosurit ti do të heqësh, ta thash dhe në fillim të fjalës time, mund të heqësh lirinë, po do të japësh dinjitet në bërjen dhe në vuajtjen e dënimit për cilin është shprehur një gjykatë me vendim të formës prerë. Nuk mundet ta lësh në kushte mizerabël, në lagështi, policia e burgjeve është e pa trajtuar me pagë siç duhet, se mban rreziqe të mëdha mbi supe. E kuptoni, është skandaloze të themi, pavarësisht se janë marrë shumë lek nga ndërkombëtarë dhe janë investuar shumë, nëpër burgje nuk ka kushte optimale për bërjen e burgimit në mënyrë të themi dinjitoze. Kështu që dhe mbipopullimi e vështirëson edhe më shumë jetesën. Normalisht që po. Mirë, ju falenderoj shumë zoti Kaziaj, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.